Udhëheqja komuniste në Pekin reagoi me kritika të ashpra ndaj vendimit të fundit të Kongresit Amerikan për aplikacionin TikTok. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Wang Wenbin tha se nëse të ashtëquajturat arsye të sigurisë kombëtare mund të përdoren për të shtypur në mënyrë të qëllimshme kompani superiore nga vende të tjera, nuk mund të flitet për ndershmëri. Zëdhënësi i Ministrisë së Tregtisë tha se Kina do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të kompanive të saj jashtë vendit. Shefi i kompanisë Shou Cheu tha se do të ndërmarrë hapa ligjor kundër synimeve për ta vënë këto kompani dhe platformën TikTok nën kontrollin e investitorëve amerikan. TikToku këmbgul se qëllimi i ligjit është ndalimi efektiv i aplikacionit në SBA, ndërsa politikanët amerikan thonë se ata thjesht duan të sigurojnë që autoritetet kineze të mos ndikojnë tek TikToku në një mënyrë që dëmton interesat amerikane. Dhoma e përfaqësuesve të SBA-s miratoi së fundmi në një shkallë të gjerë një ligj që synon ta detyrojë gigantin kinez të internetit, ByteDance, të shtesë filialin e tij TikTok brenda 6 muajve. Përndryshe ekziston rreziku i ndalimit mbar kombëtar të platformës TikTok. Nëse nuk ka ndryshim në pronësi, ligji mund të rezultojë në ndalimin e aplikacionit nga dyqanet amerikane të aplikacioneve. Në Senat, ku demokratët kanë një shumicë të vogël, ka si mbështetës edhe kritik të planit nga të dyja partitë. Një nga shqetësimet lidhet me faktin se vendimi për ndalimin e TikTokut mund të kundërshtohet bazuar në të drejtën për lirinë e fjalës, të sankcionuar në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Biden i bëri thirrje Senatit të trajtojë shpejt këtë çështje, ndërsa sinjalizoi se do të firmos ligjin.